Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për misteret historike më të famshme në botë. Misteret historike janë një nga temat më integruese. Ka ngjarje, vende dhe objekte nga e kaluara që ende nuk kanë një shpjegim të plotë, dhe studiuesit vazhdojnë të diskutojnë për to edhe sot. Disa nga misteret më të famshme në botë janë: qyteti i humbur i Atlantidës. Origjina e kësaj historie vjen nga filozofi grek Platoni, i cili përmendi për herë të parë një qytet të zhvilluar, Atlantidën, që u zhduk në det brenda një dite e nate. Nuk ka prova të sakta se ku ndodhej ky qytet. Teoritë variojnë nga Mesdheu, Santorini deri në Karaibe dhe Antarktidë. Ende i pazgjidhur është ky problem. Dhe lind pyetja: ishte Atlantida një qytet real apo vetëm një alegori e Platonit për një shoqëri prefekte? Moait e ishullit të Pashkëve. Ishulli i Pashkëve e Aster Island ndodhet në paqësorin jugor. Misteri i kësaj historie ka të bëjë me mbi 900 statuja gjigande prej guri. Disa prej tyre peshojnë më shumë se 80 tonë. Nuk dihet saktësisht si banorët i transportuan këto statuja me teknologjinë e thjeshtë që kishin rreth 800 deri 1000 vjet më parë. Disa nga hipotezat për transportin e statujave gjigande thonë se u përdorën trunjë pemësh dhe litar, dhe disa teori më fantastike flasin për ndihmë nga jashtëtokësorët. Ushtria e Terakotës në Kinë. Vendodhja është në Xi'an, provinca Shanxi, Kinë. Kjo ushtri prej 8.000 figurash ushtarësh prej balte është varrosur për të ruajtur perandorin Qun Shi Huang në botën tjetër. Misteri i kësaj historie qëndron se çdo figurë ka fytyrë unike, si të jenë njerëz real. Teknologjia e përdorur për t'i ruajtur ngjyrat dhe detajet është e pazakontë për atë kohë. Flitet për rreth 210 vite para erës re. Pyetja e madhe është: si arritën të krijonin një projekt kaq masiv dhe të sofistikuar mbi 2200 vite më parë? Piramidat e Egjiptit. Piramida e madhe e Gizës është ndërtuar rreth 4500 vite më parë. Përbëhet nga 2.3 milion blloqe guri. Disa prej këtyre blloqeve peshonin deri në 80 tonë. Misteri është se nuk dihet saktësisht si u transportuan dhe u vendosën këto blloqe me aq saktësi, duke formuar një strukturë perfekte gjeometrike. Piramida është orientuar në pika të sakta astronomike, gjë që kërkon njohuri të avancuara për kohën. Stonehenge, tempulli i gurëve. Në Angli ekziston një rreth gurësh gjigant të vendosur në mënyrë të rregullt mbi 4000 vite më parë. Misteri është se nuk dihet saktësisht pse u ndërtua. Mund të ketë qenë një observator astronomik, vend ritual ose një kombinim i të dyjave. Teoritë popullore thonë se disa besojnë që gurët kanë energji mistike ose janë të lidhur me kultura të humbura. Rrugët e humbura të Nazcas ndodhen në Peru. Misteri është se në shkretëtirën e Nazcas janë vizatuar linja gjigande që formojnë figura të kafshëve dhe njerëzve, disa prej tyre të dukshme vetëm nga ajri. Lind pyetja: si arritën popujt e lashtë t'i krijojnë këto figura perfekte pa mundësinë për të parë nga lart? A kishin ata njohuri të avancuara astronomike? Dorëshkrimi Voynich.
Ky është një libër i lashtë i mbushur me simbolika, tekste të pakuptueshme dhe ilustrime të bimëve që nuk ekzistojnë. Orgjina e këtij libri është nga vitet 1400 deri 1500. Misteri është se gjua nuk është deshifruar kurrë. Disa mendojnë se është një kod i fshehtë, të tjerë besojnë se është një mashtrim i madh i mes jetës. Pyetjet për piramidat janë të shumta. Si u ndërtuan me saktësi kaq të lartë? Çfarë qëllimi tjetër kishin përveç varrosjes së faraonëve? Çfarë fshihet ende brenda tyre? Piramidat nuk janë vetëm vare mbretërore. Ato janë një kod i lashtë i mbushur me mistere. Edhe sot, pas mijëra vitesh, ato vazhdojnë të mahnitin shkencëtarët, historianët dhe të gjithë ne. Piramidat e Egjiptit janë një nga misteret më të mëdha të historisë dhe një nga 7 mrekullitë e botës së lashtë, që ende qëndrojnë sot. Ato nuk janë vetëm monumente madhështore, por dhe dëshmi e njohurive të avancuara që kishin egjiptianët e lashtë. Piramidat e Gizës, pamja e përgjithshme e tyre. Kompleksi i piramidës së Gizës përbëhet nga 3 piramida kryesore. Piramida e madhe e Keopsit, më e madhja dhe më e famshmja. Piramida e Kefrenit. Ka një pjesë të majës që ruan mbulesën origjinale prej gurit të bardhë gëlqeror. Piramida e Mikerinit, që është piramida më e vogël e të 3 piramidave. Përveç tyre, aty ndodhet dhe Sfinksi i Madh i Gizës, që ruan kompleksin dhe shton më shumë mister. Ekzistojnë fakte mahnitse për piramidën e madhe të Keopsit. Mosha është rreth 4500 vite, ndërtuar rreth vitit 2560 para erës re. Lartësia origjinale e kësaj piramide është 146,6 metra dhe sot është 138,8 metra për shkak të erozionit dhe heqjes së mbulesës. Ekzistojnë rreth 2,3 milion bloqe guri, secili duke peshuar nga 2 deri në 80 ton. Kjo piramidë është e ndërtuar me një saktësi të jashtëzakonshme. Çdo anë e kësaj piramide është orientuar pothuajse në drejtim të përkryer me 4 pikat kardinale. Gabimi i orientimit është më pak se 0,05 gradë, që është një arritje e jashtëzakonshme për kohën. Sipërfaqja e bazës së piramidës është 53.000 metra katror, afërsisht sa madhësia e 10 fushave futbolli. Misteri i ndërtimit është se si arritën egjiptianët të ndërtonin një strukturë kaq të madhe dhe të saktë pa mjete moderne. Nga kjo pyetje kanë lindur shumë teori, nga më shkencoret deri tek ato më fantastiket. Historianët besojnë se në këto piramida kanë punuar rreth 20.000 deri 30.000 punëtor. Jo sklever, por punëtor të paguar dhe të ushqyer mirë. Ata mund të kenë përdorur rampe gjigande, prej dheu dhe guri për të tërhequr bloqet drejt majës. Nuk është gjetur asnjë rampë që të përputhet me këtë përshkrim. Për të tërhequr bloqe kaq të rënda do të duheshin pajisje dhe teknika që ende nuk janë sqaruar plotësisht. Ekziston teoria e brendshme për tunel spiral brenda piramidës. Disa studiues modern besojnë se piramida u ndërtua nga brenda, me një tunel spiral të fshehur. Ky tunel mund të ketë shërbyer për të ngritur bloqet në çdo nivel. Ka disa të dhëna që mbështesin këtë ide, por ende nuk është provuar plotësisht.
teori alternative dhe misterioze për piramidat. Teoritë popullore thonë se piramidat u ndërtuan me ndihmën e civilizimeve jashtëtoksore, për shkak të saktësisë së pabesueshme dhe peshës së gurëve. Për këtë nuk ka prova shkencore, por kjo ide ngjall shumë debat. Disa besojnë se piramidat janë më të vjetra se sa thot historia dhe u ndërtuan nga një civilizim i avancuar që u zhduk, ndoshta për shkak të një fatkeqësie natyrore. Mund të ketë pasur teknologji ndërtimi që nuk i njohim sot, si mjete ngritëse, sistem rotash të avancuar ose metoda të tjera inxhinierike që nuk u dokumentuan kurrë. Një tjetër mister që ekziston është lidhja e piramidave me yjet. 3 piramidat e Gizës janë të vendosura në të njëjtën formë si yjet e brezit të Orionit, një nga konstelacionet më të njohura. Disa dhoma të brendshme janë orientuar drejt yjeve të caktuara, si Sirius dhe Orion, që kishin rëndësi të madhe për egjiptianët. Kjo tregon se ndërtuesit kishin njohuri të avancuara astronomike, shumë kohë më përpara kohës së tyre. Në vitin 2017, shkencëtarët përdorën teknologji të skanimit me reze kozmike dhe zbuluan një dhomë të madhe të panjohur brenda piramidës së madhe. Nuk dihet ende çfarë ka brenda saj, pasi nuk është hapur për të mos dëmtuar strukturën. Kjo ka ringjallur edhe më shumë misterin dhe teoritë konspirative.